përçarje brenda kombit ton, i bëje jashtë i kuvendi. Jashtë i kuvendi. Sepse ti e i pa cip dhe i pa turp. Krason ti shqiptarët e çamërisë me Palestinën. I pa cip dhe i pa turp. I pa cip dhe i pa turp. Përçarje në kombit ton se bën as ti, as kush sponsorizon ty në këtë kuvend, sa jemi ne të paktën. Partia Socialiste e Shqipërisë, një forcë e cila juve do t'ju mbysi politikisht. Këta sharlatan dhe që me të drejtë u quan mira shqiptar, që pastaj këta mira shqiptar ikën nga sheshi e mbetën vetëm sharlatanët. E drejta e pronës së banorëve të Zvërnecit është një drejtë legjitime. Si deputeti i vetëm që ka folur me emra bashkë me kolegë të Partisë Socialiste, kur këta populist anti-shqiptar qepnin gojën, e them sërish. Banorët e Zvërnecit kanë të drejtën e plot mbi pronësinë me ligjin 7501, e fiset Balliu dhe Moçka me dokumentet që kanë. Sot ne jemi në një ditë të mirë në këtë drejtim. Spak ka nisur hetimet. Shuma e shitblerjes sa saj prone është e bllokuar. E kush të rezultojë në fund se ka të drejtë ligjërisht, ajo shumë atyre do t'u kalojë. Por të heshtet politikisht për Zvërnecin nga këta që bëjnë patriotin e madh, por që nuk flasin dot as për të drejtat e shqiptarëve, as për të drejtat pronësore, e as për çështjet e mëdha kombëtare, është sharlatanizëm i nivelit më të frikshëm politik. Sot ne shohim në protest se si një grup prej 60 huliganësh, jo qytetarët, jo ata të cilët dolën në protest ditët e para, të frymëzuar nga sharlatanët politik, mirëpresin këta 60 individ me vezë në xhep, Vangel Dulrat e Red Muçrat, që u kam thënë që të flasin për çamërin, i kam ftuar që të flasin për çamërin, çohen dhe thonë një asgjë të madhe, e vetëm për plagët tonë kombëtare nuk flasin dot. Anti-shqiptarët nuk kanë bri. Vorje pirotizmi nuk ka bri. Ka fytyrë. Ka fytyrë brejtësisht, sikur se do thoshte një koleg këtu, vetëm se s'di nga ta çoj brejtësin e vet. E ka njerëz të cilët nuk kanë din e nuk kanë iman, e vetmja gjë që din është si t'i bëjnë dëm vendit tonë. Banorët e Zvërnecit kanë të drejtë, e këtë të drejtë për e garanton Spaku që ka mbështetje politike vetëm nga një forcë, nga Partia Socialiste. Nga vullneti kësaj force politike që t'i shkojë deri në fund çdo padrejtësie që bëhet. Këta sharlatan që nuk flasin për këto të drejta dhe që duan vetëm dhe vetëm që të nxisin gjuhën e urrejtjes, nuk kanë vend në politikën shqiptare e shumë shpejt do të zhduken prej saj. Diskriminim është dhe gjuha e dhunës, diskriminim është dhe gjuha e urrejtjes, diskriminim është koshi i plerave që frymëzojnë këta dhe që ju thonë antarëve të tyre që të venë dhe të bëjnë protesta me kosha plerash, kur në fakt në koshin e plerave të historisë do të kenë vetëm emrin e tyre. Faleminderit. Replikë zoti Muçi. Me qënë se me sa duket shoku Bido nuk më ndjek në rrjetet sociale, në atë qafën kur shka vjerë, ndoshta nuk ka akses të rrjetet e mia sociale, atëre po rrithem, përmes kësaj replike aty që kam thënë nga kjo sallë kur që prishur seanca, që Lëvizja Bashk, ku unë bëj pjesë krenarisht, është e vetmja parti që sot në Shqipëri, në programin e vetë politik, përmend në mënyrë specifike popullin çam dhe të drejtën e tij për të njohur nga shteti grek, dhe këtë gjë nuk e bën as qafa kush ka Xavier shoku Bido, Bido. Dhe unë jam i vetmi deputet i cili nga kjo sallë
kam denoncuar gjenocidin ndaj popullit palestinez, pikërisht sepse për ne në Lëvizjen Bashk, padrejtësia që i bëhet një populli është padrejtësi që u bëhet të gjithë popujve, dhe prandaj nuk kam asnjë kompleks që nga kjo sallë të denoncoj gjenocidin që është kryer ndaj popullit çam nga shteti grek, eksodin e imponuar ndaj popullit çam nga shteti grek, dhunën policore po doni ju të grekëve ndaj emigrantëve shqiptar deri para pak vitesh, ashtu sikurse nuk kam asnjë kompleks, po e ritheksoj që të them se unë personalisht njoh me dhjetra grek të rinje të reja, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre mbrojtjes të drejtave të emigrantëve, shqiptar dhe nga e gjithë bota. Prandaj, shoku Bido, muhabetet e nacionalizmit dhe i cili për ty është thjesht skuta e fundit e maskarenjve, kur i hedh kështu vërdall, domethënë, mbase pinujt e ata që të ndjekin ty. Po kush ka mend në kohë dhe sy në ball, shef se çfarë ndodh. Këtu mbyllen diskutimet për të pikë. Këtu mbyllen diskutimet për të pikë të rendit ditës. Para se të kalojmë në pikën 6 të rendit ditës, zoti Ardit Bido ka kërkuar fjalën në procedurë. Redi Musi lere mandatin. Neni 3 i kodit të etikës të deputetit përcakton që deputeti gjatë ushtrimit të mandatit duhet jetë besnik dhe adheu dhe ndaj popullit. Në diskutimin që ne bëjmë për komisionerin e diskriminimit, ti si askush që të pësh përçarje ndaj kombit shqiptar. Populli çam thuaj ndonjë tjetri. Populli çam thuaj ndonjë tjetri. Shqiptarët e Çamërisë janë shqiptarë si gjithë të tjerët dhe janë populli shqiptar i Çamërisë. Populli çam thuaj ndonjë tjetri. Përçarje brenda kombit ton, ik bëje jashtë i kuvendi. Jashtë i kuvendi. Sepse ti e i pacim dhe i paturp. Krahason ti shqiptarët e Çamërisë me Palestinën. I pacim dhe i paturp. I pacim dhe i paturp. Përçarje në kombit ton se bën as ti, as kush sponsorizon ty në këtë kuvend, sa jemi ne të paktën. Partia Socialiste e Shqipërisë, një forcë e cila juve do t'ju mbysi politikisht. Faleminderit, replik zoti Muçi. Më vjen keq, zoti kryetar, që më duhet të marr kohën duke marrë me replika të këtij lloj patetizmi që përfaqet në këtë sallë, domethënë, të këtij lloj nacionalizmi të shtirë dhe të pështirë nga njëri pështirë si shoku Bido. Megjithatë, unë kur fola për popullin çam, sigurisht ju referova popullit shqiptar të Çamërisë, njerëz të cilët kur unë vizitoj pjesët veriore të Greqisë, i takoj me përzemërsi, se më drejtojnë vetë në gjuhën shqipe, edhe pse kanë frikë dhe sot të pranojnë që janë çam, sepse janë persekutuar pjesërisht nga shteti grek, dhe unë të po them dhe njerë, i takoj përzemërsisht, flas me ta shqip, dhe prandaj sot ne kërkojmë nga në programin tonë politik, kërkojmë nga shteti grek që t'ua njohë të gjitha të drejtat e mundshme. Prandaj Bido, fryj sa duash këtij fyllit, por ama je në vrimën e gabuar. Je në vrimën e gabuar. Ndroje në shik vrimën. Ndroje vrimën e fyllit, sepse sa më shumë që i fryn, aq më shumë leqendisesh themi ne, Bido. Dakor. Dhe sinqerisht zoti kryetar, unë s'kam ndërmend më të merrem me shokun Bido, të paktën për këtë seancë. Kalojmë te pika 6 e rendit ditës, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes garancisë ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim BERSH për marrëveshjen e UAS ndërmjet Operatorit Shpërndarjes së Energjisë Elektrike SHA OSHE Group dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për projektin e nënstacionit OSHE-s Tiranë. Referuar nenit 73 pika 2 rregullores. Nëse ka pyetje, s'ka pyetje. Për Ministrin Malaj, fillojmë diskutime me paraqitjen e aktit. Zoti Malaj, keni fjalën.
Presim vetëm pak momente. Fjala për Ministrin e Financave, zoti Malaj, pa kufizim minutazhi për paraqitjen e aktit. Fjala për ju. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, projekt ligji që paraqesim sot përpara jush lidhet drejt për drejt me një investim strategjik për sa i përket modernizimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe forcimit të sigurisë energjetike në vend. Ratifikimi i marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim mbështet më konkretisht financimin e projektit për ndërtimin e nënstacionit në qendër të Tiranës nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike. Ky investim është pjesë e vizionit të qeverisë për ndërtimin e një sistemi energjetik modern, inteligjent dhe të qëndrueshëm, të aftë për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe urbanizimin e shpejtë të vendit. Përmes zbatimit të këtij projekti, ne rrisim sigurinë e furnizimit me energji elektrike, përmirësimin cilësor të rrjetit, si dhe përgatisim sistemin për sfidat e së ardhmes. Nënstacioni do të jetë plotësisht i digitalizuar dhe nëntokësor. Kjo do të garantojë rritje të eficiencës operacionale, reduktim të humbjeve teknike, si dhe krijimin e kapaciteteve të nevojshme për integrimin e burimeve të reja të energjisë së rinovueshme. Të nderuar deputet, Shqipëria ka arritur rezultate të prekshme dhe pozitive në sektorin energjetik dhe gjatë viteve të fundit janë realizuar investime të rëndësishme në modernizimin e rrjetit të transmetimit dhe të shpërndarjes, janë reduktuar ndjeshëm humbjet në rrjet, si dhe është përmirësuar qëndrueshmëria financiare e sektorit. Gjithashtu, është avancuar me investime të reja në rritjen e kapaciteteve prodhuese nga energjia diellore dhe ajo e erës. Po zbatohen projekte strategjike për të rritur ndërlidhjen rajonale, si dhe për forcimin e rolit të Shqipërisë si nyje energjetike në Evropën juglindore. Falë reformave dhe investimeve të ndërmarra, humbjet në rrjet janë reduktuar nga rreth 45% që shënonin në vitin 2013 në 16.9% në vitin 2025. Ky është një progres i rëndësishëm, por jo i mjaftueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ne do duhet të vijojmë me investimet për modernizimin dhe digitalizimin e rrjetit të shpërndarjes. Këtij angazhimi i shërben edhe investimi për të cilin po diskutojmë sot në këtë seancë. Sa i takon angazhimit në aspektin financiar, marrëveshja është ndërtuar mbi terma të favorshëm si për OSHE Group, ashtu edhe për qeverinë shqiptare. Huaja parashikohet në vlerën 22.5 milion euro me një afat ripagese prej 10 vitesh dhe me një normë interesi Euribor 6 mujor plus një marzh 1%. Ky financim dhe këto kushtet financimit janë konkurruese dhe reflektojnë besimin që institucionet financiare ndërkombëtare kanë ndaj stabilitetit të sektorit energjetik shqiptar. Garancia shtetërore nuk përfaqëson një shpenzim buxhetor, ajo shërben për të mundësuar financimin e një investimi strategjik me kosto të ulët, duke i dhënë OSHE-s akses në kushte financimi që nuk do të ishin të mundshme në tregun komercial. Ky është një përdorim i përgjegjshëm i instrumentit të garancisë sovrane, i cili mbështet investimet produktive që rrisin vlerën e aseteve publike, përmirësojnë cilësinë e shërbimit dhe forcojnë qëndrueshmërinë financiare të sektorit. Të nderuar deputet, nevoja për furnizimin me energji elektrike po rritet gjithnjë e më shumë si rezultat i zhvillimit ekonomik të vendit, urbanizimit, por edhe investimeve të reja. Ndaj, sistemi i shpërndarjes duhet jetë në gjendje të përgjigjet kësaj kërkese, jo vetëm në sasi, por edhe sipas standardeve europiane të sigurisë dhe cilësisë. Nga ana tjetër, ky projekt do të garantojë furnizimin më të sigurt për Tiranën,
do të rrisë fleksibilitetin e rrjetit, do të mbështesë integrimin e energjisë së rinovueshme dhe do të afrojë më tej sistemin shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Për gjitha këto sa thash më sipër, ju ftojmë që ta miratojmë këtë projekt ligj. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Elton Koreshi, edhe si relatori i projekt ligjit. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, ratifikimi i marrëveshjes financiare dhe miratimi i njohuar për 22.5 milion euro është pjesë e një vizioni shumë të gjerë për zhvillimin e Shqipërisë. Një vizion që lidhet me modernizimin e infrastrukturës sonë energjetike, me forcimin e sigurisë energjetike të vendit, me rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare dhe me përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Në një kohë kur e gjithë Europa po investon në sigurinë energjetike, në rrjete inteligjente, në digitalizim dhe në rritjen e kapaciteteve të saj energjetike, Shqipëria nuk mund të qëndrojë në vend. Përkundrazi, ajo mund të ecë në të njëjtën ritëm, duke investuar sot për garantimin dhe zhvillimin e së nesërmes. Pikërisht këtë filozofi përfaqëson marrëveshja që sot po shqyrtojmë. Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe OSHE Group për ndërtimin e stacionit të ri 110 në 20 kV në qendrën të Tiranës nuk është vetëm një akt formal financiar. Ai është një investim strategjik në një nga nyjet më të rëndësishme të sistemit energjetik shqiptar, një investim që do të garantojë furnizimin më të sigurt me energji elektrike, do të përmirësojë cilësinë e shërbimit dhe do të reduktojë humbjet teknike. Të nderuar kolegë, është e pamundur të diskutojmë sot për këtë projekt ligj pa bërë një krahasim më të ndershëm me të kaluarën. Sepse shqiptarët nuk harrojnë. Ata kanë të drejtë të kujtojnë se ku ishte Shqipëria në vitin 2013 dhe ku ndodhet sot. Në vitin 2013, sektori energjetik ishte një nga sektorët më problematik të ekonomisë shqiptare. Trashëguam një rrjet të amortizuar, një sistem shpërndarje që për vite me radhë kishte mbetur pa investime serioze, një kompani me vështirësi të mëdha financiare dhe një nivel humbje që arrinte në 45%, një numër të lartë të lidhjeve të palishme, si dhe një kulturë të mungesës së pagesës. Dhe mbi të gjitha, një sektor që kishte humbur besimin e partnerëve ndërkombëtar. Asnjë institucion financiar ndërkombëtar nuk vendos të financojë një projekt me vlerë 22.5 milion euro nëse nuk është i bindur se sektori ku investon është financiarisht i qëndrueshëm. Prandaj kjo marrëveshje është më tepër se sa një hua. Ajo është një dëshmi e besimit që partnerët tanë strategjik kanë ndaj Shqipërisë. Të nderuar kolegë, por zhvillimi nuk matet vetëm me statistika, me tregues ekonomik apo me marrëveshje financiare. Zhvillimi matet me ndikimin që këto investime kanë në jetën e përditshme të qytetarëve dhe pikërisht për këtë arsye më lejoni të ndalem në një çështje që për mua nuk është vetëm politike, por edhe një përgjegjësi personale.